Si të Beni Amir, i njohur me emrin Ebu Mera Amir bin Malik, erdhi në Medinë tek i dërguari i Allahut. Pejgamberi i foli për Islamin dhe e ftoi atë në fe. Ai nuk e pranoi Islamin, por u largua dhe tha: "O Muhammed, sikur të dërgosh disa nga njerëzit e tu te banorët e Nejdit, shpresoj se ata do t'i përgjigjen thirrjes tënde." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Kam frikë se mos i dëmtojnë banorët e Nejdit." Ebu Bera tha: "Ata janë në besën time." Pejgamberi dërgoi 70 nga shokët e tij të zgjedhur, të gjithë e njihnin shumë mirë Kur'anin. Ditën ata grumbullonin dru dhe i shisnin, edhe me çmimet e tyre ushqenin të varfrit që qëndronin në sufe, ndërsa natën e kalonin duke studiuar Kur'anin, pastaj ngriheshin dhe falnin namaz. Në krye të këtij grupi, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam emëroi El Mudir bin Amr El Saidi. Në mesin e tyre ishin Urvetu bin Esma, Haram bin Milhan dhe Amir bin Fuheira, Allahu qoftë i kënaqur ndaj tyre. Ky karvan i bekuar mori rrugën drejt Nejdit, ku ishte fisi Beni Amir. Kur kaluan në vendin e quajtur Bir Meune, në zonën e fisit Beni Amir dhe Beni Suleim, ata u nisën për te Amir bin El Tufail, i cili ishte djali i vëllait të Amir bin Malikut. Shkuan për t'i përcjell ftesën e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, por ai i tradhtoi dhe e thirri fisin e tij Beni Amir, të cilët refuzuan dhe thanë: "Ne nuk e shkelim besën e Ebu Beras." Atëherë, ai thirri fisin tjetër Beni Suleim, të cilët ju përgjigjen dhe luftuan derisa i vranë të gjithë. Ata nuk ishin ardhur për luftë, por lajmëtar, kështu që ishin të parëmatosur. Atë natë Allahu i lartësuar nëpërmjet Xhibrilit e njoftoi pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam për lajmin e tyre. I dërguari i Allahut u pikëllua shumë për vdekjen e tyre. Enesi radiallahu anhu tregon se nuk kam parë të dërguarin e Allahut të mërzitet për dikë sa është mërzitur për njerëzit që u vranë në Bir Meune, saqë për një muaj radhazi në namazin e sabahut pas rukus ka bërë dua kundër atyre që i vranë, derisa Allahu e njoftoi pejgamberin e tij për gjendjen e tyre dhe Zoti i tyre duke thënë: "Lajmërojeni popullit ton se ne u takuam me Allahun, ai është i kënaqur me ne dhe ne jemi të kënaqur me të." Sahabët u pikëlluan shumë për këtë goditje që i ndodhi këtij karvani të bekuar prej shokëve të tyre, saqë El Zubair bin El Awami radiallahu anhu i emërtoi fëmijët e tij me emrat Urve dhe El Mudir, në emër të Urve bin Esma dhe El Mudir bin Amr, që ranë dëshmor në Bir Meune. 4 vite më vonë nga kjo ngjarje, situata politike dhe ushtarake e muslimanëve kishte ndryshuar. I dërguari sallallahu alaihi wasallam për marrëveshjen e paqes në Hudejbije. Tashmë njerëzit ishin të sigurt. Islami u zgjerua shumë. Numri muslimanëve u shtua. Në vitin e 8, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dërgoi si lajmtar El Harith bin Umer El Eseti me një letër drejtuar prisit të Busras. Princi El Belkai i doli përpara me urdhër të kajserit, e lidhi atë, pastaj ja dërgoi atij dhe ai e vrau. Kur i erdhi lajmi të dërguarit të Allahut, përgatiti një ushtri të përbërë prej 3000 luftëtarësh dhe e dërgoi për në Sham, ku zhvillua një betejë ashpër midis kësaj ushtrie dhe ushtrisë romake që përbëhej prej 200.000 luftëtarësh. Nga romakët u vranë një numër i madh ushtarësh, nuk dihet se sa, por Halid bin El Velidi, komandanti i 4 i ushtrisë muslimane, thotë se atë ditë më janë thyer 9 shpata në dorën time, ndërsa nuk më rezistoi gjë tjetër në dorë, përveç se një copë hekuri e menas. Sa njerëz ka vrarë me ato shpata para se të thyen, e sa janë vrarë nga shpatat e ushtarëve të tjerë musliman. Kurse nga muslimanët në atë betejë u vranë vetëm 12 luftëtarë. Halidi radiallahu anhu arriti që ta tërheqë ushtrinë e tij drejt Medinës me një taktikë të zgjuar ushtarake, të cilën i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e quajti fitore. Pastaj flamurin e mori në dorë një shpatë prej shpatave të Allahut, derisa Allahu i dha fitore. Pas kësaj mbetet që secili nga ne të vështroi me largpamësi rreth kësaj ngjarjeje, që të shikojë të dy skenat në një fushë meditimi, që të zbulojë domethënien madhështore të plotë nga vështrimi i gjerë nga të dy skajet. Në momentin e parë, kur pejgamberit ju kërkua të dërgonte një delegacion nga shokët e tij për Nejd, ai shfaqi frikësimin e tij për ta, prandaj tha: "Kam frikë se mos i dëmtojmë banorët e Nejdit."
dhe nuk I dërgoi ata pa marrë një garanci dhe mbrojtje prej prisit të fisit Benjamir, I cili premtoi se ata do të jenë në besën e tij. Siç bëm re, numri I tyre është I madh aq sa ishte edhe numri I dëshmorëve në betejën e Uhudit. Por këta nuk ishin luftëtarë në luftë, por ishin lajmëtarë të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahut u pikëllua shumë për ta. Ata ishin shokët e tij më të zgjedhur dhe të ditur. Bashkë me të u mërzitën edhe shokët e tij, të cilët u prekën shumë nga kjo goditje. Megjithatë, pejgamberi nuk bëri gjë tjetër përveç se ngriti duart lart dhe I kërkoi ndihmë Allahut të Madhërisëm. Ai nuk dërgoi ushtri ta merren për lajmtarët e tij, të ndëshkoi fiset për armiqsinë e tyre tradhtare, banesat e të cilave nuk ishin më larg se afër 200 kilometër nga Medina. Ndërkohë që pas 4 vitesh ai dërgoi një ushtri prej 3000 luftëtarësh për të luftuar ata që vranin lajmëtar të vetëm, megjithse banesat e tyre ishin pothuajse 1000 kilometra. Përse herën e parë ku goditja ishte shumë e rëndë, numri të vrarëve ishte I madh. Tradhtia ishte shumë e rëndë dhe armiqësia ishte shumë e poshtër, ai nuk dërgoi ushtri. Përgjigjja është shumë e qartë për atë që kupton largpamësinë. Pejgamberi nuk të dërgonte ushtri në këto rrethana. Fatkeqësia tashmë kishte ndodhur. Betejë e Uhudit. U vran po aq njerëz. Nuk ishte shumë që kishte ndodhur. Prandaj ai nuk do ta zgjeronte më tej plagën dhe humbjen, duke dërguar një ushtri aq më tepër kur muslimanët ishin akoma të dobët dhe të pakët në numër. Si do të dërgonte pejgamberi ushtrinë e tij në mes të shkretëtirës mes fiseve arabe plot urrëtie dhe armiqësi, ndërkohë që shteti I tij sapo themeluar, sapo kishte filluar të zhvillohej. Përballja e nxituar në këtë kohë do të ishte shkatërruese për shtetin islam në formim e sipër. Prandaj duket qartë se ndjenjat e ndezura flak dhe emocionet e shkaktuara u shkrin në durimin e vetëpërmbajtjes. Ato mbajtën me urtësi dhe largpamësi me parashikimin e pasojave që mund kanoseshin. Ai që tha, kanë frikë se mos I dëmtojnë banorët e Nejdit. Është ai që ju shpall ajeti, po ju mos u friksoni prej tyre, friksohuni mua. Është ai që ju shpall ajeti, mos u friksoni nga njerëzit, e vetëm mua të më friksoheni. Është ai që ju shpall ajeti, sa grupe të vogla me dëshirën e Allahut kanë triumfuar ndaj grupeve të mëdha. Është ai që në momentin më të vështirë, shoku të vet I tha siç e përshkruan ajeti, mos u pikëllo, friko, Allahu është me ne. Sigurisht që ai e njeh më mirë se askush Allahun, dhe ai është më I devotshëm para tij. Ai që ka më shumë se askush besim tek ai. Ai që mbështetet më shumë se kushdo tjetër tek ai. Por ky është edukim profetik që ai I bëri umetit nëpërmjet largpamësisë në drejtimin e çështjeve të tij dhe vizionit për kapërcimin e përballjeve. Ka dallim të madh midis frikës që të shpihen në marrjen e masave dhe kujdesin, dhe midis frikës që të thyen dhe të bën frikacak dhe të pafuqishëm. Kurse në vitin e 8 me nënshkrimin e marrëveshjes së paqes në Hudejbije, muslimanët tashmë ishin të sigurt nga fiset arabe. Gjithashtu ata dominuan dhe komplotëve të hebrejve në Hajber. Islami tashmë ishte përhapur gjithandej. Numri muslimanëve ishte arritur. Muslimanët tani ishin në tjetër gjendje fuqie që ishin gati të përballonin. Prandaj kur u vra vetëm një lajmëtar I të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam në skajnë më të largët, ai nuk ishte as frikacak dhe as kopërrac, por dërgoi një ushtri të tërë për në Sham për të hyrë në një epope luftarake, e cila do t'i hapte rrugën epopeve të ardhshme për çlirimin islam të tokave të Shamit pas pak kohësh.